në korridorin 8 po punohet në gjitha segmentet, e dini se aktualisht segmenti Trebenish Qaftan, edhe për aty tani në muajin maj kryeministri paralajmëroi që do t'i pret përfaqësuesit e UNESCO-s për të gjetur një zgjidhje. Raporti përfundimtar është në muajin qershor, edhe tutje do shohim çfarë alternative dhe modaliteti do të gjejmë, po që patjetër do të kemi lidhshmëri me Shqipërinë dhe patjetër që struga do të jetë e kyçur. Sa i përket përfundimit të marrëveshjes me kinezët, jeni të informuar. Çfarë mund të them është se ne kemi gjetur një zgjidhje, nuk ishte e lehtë, por me ndihmën e bankave vendore neve kemi arritur që ta sigurojmë shumën e nevojshme që puna mos të ketë ndalesë ose mos të pengohet realizimi. Gjithsej ky projekt e dini kushton 1.3 miliard euro, 500 milion euro veç më janë lëshuar tek kompania Petelenka, vetëm për vitin 2026 janë lëshuar mbi 90 milion, kështu që nëse ka nevojë për shtesë, do kemi rebalans të buxhetit dhe do të sigurohen edhe ato mjetet e nevojshme.